Arti, muzika dhe psikologjia u bashkuan në një aktivitet të veçantë të organizuar në ambientet e Muzeut Historik të Shkodrës me temë ngjyra që dëgjojnë muzikën. Mbrëmja solli së bashku artist, studiues dhe dashamirës të kulturës për të përcjellë mesazhe mbi ndikimin pozitiv që arti ka në jetën e individit dhe të shoqërisë. Muzikologu dhe ideatori i aktivitetit Çamil Gjyrezi theksoi rëndësinë e artit si një mjet i fuqishëm për edukimin kulturor dhe shpirtëror, duke kontribuar në krijimin e një shoqërie më të ndjeshme, më krijuese dhe më të bashkuar. Tentuam për me lujt se si ndikon muzika duke pikturuar dhe thonë, po e lozim në muze të mrekullueshëm, e falenderoj drejtoreshën e muzeut shumë, edhe ju, edhe gjithë mitë që më ndihmojnë. Po janë të rëndësishëm të dyja, piktura dhe muzika, për edukimin, për artin vetë, mas që janë bëha për artin, por ne pretendojmë që ato ndikojnë jo vetëm në formimin e individit, por ndikojnë edhe nga ana e përmirësimit të emocioneve, një sharif problematikës të individi, ndikojnë shumë mirë. Nga këndvështrimi i psikologjisë, Antonieta Pero u ndal tek ndikimi që arti ushtron në mirëqenien emocionale dhe shëndetin mendor, duke vlerësuar rolin e tij në përmirësimin e cilësisë së jetës. Në këtë jetë ku IT-ja ka mulu po themi gjithçka, ky përpiqet që të njerëzit të sjellë realen, t'i formojë ato dhe pse jo t'i bëj të merren me artin. Dhe kjo është një mrekulli që ndodh në Shkodër. Atmosfera artistike u pasurua nga interpretimet muzikore të këngëtarëve Lulka Mërkulaj dhe Irsa Mashi, të cilat sollën emocione dhe u pritën me duar trokitje nga publiku, duke dëshmuar edhe një herë se muzika mbetet një nga format më të fuqishme të komunikimit artistik. Shkodra ka jo vetëm natyrën, ka gjithçka që të frymëzon për me bëj gjëra të bukura. Dhe ashtu siç e tha edhe profesor Çamili, arti të frymëzon për shumë gjëra, qoftë muzika, qoftë piktura, ti shpreh ato ndjenja dhe emocionet që ke në shpirt dhe i shpreh bukur, qoftë edhe nëpërmjet letërsisë. Edhe unë kështu duke parë bukuritë e vendit tonë, bukuritë e Shkodrës, së qytetit, mundohen me i shpreh në këngë, në vargje, në tekste. Mundohen edhe me emocionet, nëpërmjet emocioneve që këndojmë me shpreh këtë gjë. Unë ndihem shumë mirënjohëse në fakt për profesorin i cili më ka ftuar, edhe se fatkeqësisht ka piktura nuk jam shumë me eksperiencë, nga muzika të paktën mund të shpreh pak art në formën time. Aktiviteti u mirëprit nga të pranishmit, veçanërisht nga banorët e shtëpisë të moshuarve në Shkodër, duke përcjellë një mesazh të qartë mbi fuqinë e artit për të afruar njerëzit, për të nxitur mirëqenien dhe për të forcuar lidhjet në komunitet.